shqiptarët janë, nëse mendoni se Mërgata ka folur nga kupa, e keni përsëri gabim. Razën e ka një klan që ka ardhur nga protest për protest nga Hong Kongu. Në mëllë gjithve, asnjëherë në jetën time nuk kam parë shqiptar më të bukur se gjithë ju. Tani, ma bëni halal se derisa erdha nga ana tjetër, ky djali tha nga Hong Kongu, po mund të është më tepër të vi nga nuk ardhi deri këtu si sa nga Hong Kongu deri në shesh. Dëgjoni, unë nuk vuaj për propagandizëm. Jam 29 vjeç, 25 për këtyre viteve i kam kaluar jashtë. Sa për ju që në shumë? U rrita në Itali, banoj në Zvicër, rruga dhe puna më qojnë nga do, asë njëherë nuk më merë të mëndja që protest më të pastër dhe më jotë infiltrua se kjo se do kishim një ditë. Po banjera këtu, shkon për top median, shkon për Vision Plusi, për klanin, what the fuck are you? Nëse u merr mendja që ato që shihni në rrjetet sociale nga mediat e huaja janë rastësi, jo zotëri, është punë natë e di që ne çojmë materialin tek mediat e huaja. Këtuja! Dëgjoni, unë vi nga një fshat rural i Dibrës. Bridi, ore, a i dini që kjo t'ingllon më i mirë se muzika e artistëve që kanë mbyll gojën se janë shitur? Kemi bërë kilometra për ta, ma kemi mbush xhepat në për koncerte, sot ku janë? Tani, që t'u dhe rrallë tjerëve, mi jep një vetëm 5 minuta, ma boni Allah. Tani, Leoni vetëm 2 sekonda se nuk shoh fundin e kësaj proteste. Vetëm diçka të vogël. Bëni kujdes. Dita e sotme është e diasporës sepse unë vetë kam sjell 182 persona. Shikoni pa këtu, ngrijeni ju lutem, ngrijeni. Gjo i drejtohet liderëve europian për një arsye të vetme, sepse më përpara ato ishin organe auditimi në Shqipëri, thonin jo po të bëni reforma për korrupsion, jo po se një vine dur, ku janë sot liderët europian për Shqipëri? Vetëm diçka për mediat britanike dhe frankofone. This is not about flamingos. This is about the shit happening about 30 years ago. Let alone, e për në media frankofone, i podrejka për sa që kësi en Albanie, c'est en train de se construire une révolution et c'est pas contre un seul, c'est contre tous.